Pejgamberi alayhis salam as shumë e donte Zotin, sa që në fund të jetës tij Allahu kishte dërguar Xhibrilin, melekun e fundit, dhe i kishte thonë Muhammedit alayhis salam, ja Rasulullah, Allahu të ka dhënë ty këtë mundësi. Nëse don me jetu, ki mundësi me jetu gjatë. Nëse don. Ti zgjedh, apo don me jetu, apo po don me u taku me Allah. Asnjë njerëz në botë Zoti nuk ja dha këtë mundësi. Asnjë njerëz në botë ishte i veçantë. A don me jetu më gjatë, e ki mundësinë. Çka tha pejgamberi alayhis salam? Këtu shihet se sa shumë e ka dashur Zotin. Belir rafiqil a'la, po e zgjedhi shoqërinë me Zotin. Ma ndryshe, po du me vdek. Sa e kishte kuptu që e ka përmbyll misionin. Aja kishte kuptu që këtë mundësi që e dha Zoti ishte se Zoti e donte shumë Muhammedin alayhis salam. Aja kishte kuptu se po t'jetonte edhe 500 vite, 600 vite, aja prap do të vdeste. Aja kishte kuptu, ani pse relativisht në moshtrejnë, moshën 63 vjeçare, po aja kishte kuptu se fjalën e Zotit dhe amanetin e Zotit e ka komuniku. Muhamedi kishte kuptu se ai ka eduku një brez, cilët në 4 anë të botës do ta përhapin Islamin. Sot prezenca jonë në xhami këtu, shqiptar, turqi, arab, kurd, e nacionalitete afgan, e nacionalitete tjera që jenë prezent në xhami sot, kjo është rezultat i punës dhe angazhimit pejgamberit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka komunikuar ashtu siç do të fjalën e Allahut. Shishoni sahabët shokët e pejgamberit alayhis salam. Pjesa dërmuese e tyre, varret nuk i kanë ato ku kanë lind, as Mekë as Medine. Këti kanë jashta Mekës dhe Medines. Çka tregon kjo? Sepse ata kishin kuptuar që ato që u ka mësuar pejgamberi jon Muhammedi alayhis salam do të me komuniku për njerëz, do të me komuniku për njerëzimin.